edhe mjaltin, edhe vajin e ullirit. Pra këto i kanë konsumuar dhe në farë mënyre të janë disa ilaçe natyrale që ndikojnë trupin tonë. Ndërsa nëse do flisim për ushqimet, pastaj është një grup i gjerë ushqimesh që duhet të jenë të përdorshme, po kjo është pyetje tjetër. Po për 5 gjëra këto do i kisha. A mendoni se frika është një nga faktorët më të mëdhenj që i shtyn njerëzit drejt suplementeve, dietave dhe trajtimeve alternative? Shiko, suplementet sot janë kthyer në një lloj biznesi, sepse ka kaluar shifrën e 350 miliardë dollarëve. Dhe kur kthehet në kaq para, një po themi kthehet në lloj industrie. Dhe kur kthehet në industri nuk ka më parasysh shëndetin e dikujt, po ka fitimin. Por për tek sajt suplementet duhet të kuptojmë diçka. Kemi një ndarje. Se dikush shpesh më akuzon ke folur kundra suplementeve, sot je pro suplementeve, diku bën reklam suplementesh, duhet të ndajmë diçka. Vetë fjala suplement vjen nga fjala suppler, pra nga latinishtja që do të thotë diçka bashkëshoqëruese ose diçka që ke lënë boshllëk nga ushqimi. Suplementet janë krijuar dhe i kanë përdorur edhe Hipokrati, edhe Galeu. Pra janë përdorur mijëra vite më parë, sepse suplementi është diçka që ti nuk e ke plotësuar në nevojat ushqimore ose për të modifikuar, rregulluar balancat të trupit tënd. Një suplement është një çaj. Pra një çaj është suplement. Disa çaja përzierë janë suplement, por suplementet duhet i ndajmë suplemente bimore dhe suplemente sintetike. Unë jam për suplementet bimore. Pra suplementet bimore të organizuara nëpërmjet bimëve, të organizuara nëpërmjet gjithë këtyre faktorëve që unë thash që janë trashëguar më parë, e ndihmojnë dhe suportojnë trupin. Ndërsa suplementet që ndërtohen në laborator, që janë kimike, dhe shikojnë që afërsisht 75-80% të suplementeve i kanë blerë vetë kompanitë farmaceutike dhe i kanë ato, a e dini këtë? Pra, ata kanë krijuar 2 plane, plani A dhe plani B. Plani A të shkojnë të gjithë njerëzit tek problemi i ilaçeve. Kur njerëzit filluan të kalonin tek problemi i mjekësisë natyrale dhe suplementeve bimbe dhe çajrave, nëpërmjet shumë naturopatëve që e gërshetuan dhe arritën suksese të larta, kompanitë farmaceutike nxorën planin B dhe filluan të blenin këto kompani dhe nga kompani një pjesë tyre që shisnin çajra bim dhe element tjerë bën sintetike, pra i prodhonin vetë në laboratorët e tyre. Madje te disa ilaçe, te disa suplemente janë gjetur dhe grimca ilaçesh. Dhe këto kompani thanë që nëse na shpëton nga dara ky person për t'i marrë parat, ne ja marrim te nga suplementet, pra o te ilaçet o te suplementet. Pra parat aty shkojnë. Por tek suplementet të cilët janë bimore, unë jam dakord. Jam dakord sepse ato na kanë treguar historikisht, pra edhe më parë që shëndetin kanë ruajtur shëndetin ton, kanë krijuar një lloj integrimi brenda shëndetit dhe kanë bërë dhe parandalimin më tutje edhe ndalimin e disa sëmundjeve edhe më të rënda. Nëse një pacient me kancer, marrim një rast hipotetik, do të vinte tek ju dhe do thoshte dua të heq dorë nga kimioterapia dhe do ndjek vetëm mënyrën natyrale, çfarë do i sugjeronit? E para njëherë do ta dëgjoja me vëmendje pa e gjykuar, ashtu siç dëgjoj unë gjithë njerëzit në konsulta. Sot njerëzit kanë nevojë të dëgjohen, mjekësia nuk dëgjon më. Sot mjekësia vendos të dëgjon vetëm 1 minutë, 2 minuta, 5 minuta është një raport dhe të përcjell. Unë i dëgjoj me vëmendje njerëzit në përgjithësi. Dëgjoj historinë e tyre, do t'i shikoja kartelën e shëndetit, do dëgjoja opinionin e tij çfarë kishte për trajtimin dhe rrugët që ai kishte menduar, dhe pastaj do shikoja stadin, tipin e problemit të sëmundjes tumorit, analizat që ai kishte. Por unë të marr kur vendim, asnjëherë s'kam ndërhyrë që dikush të marrë një vendim, të gjithëve i kam thënë vendimi është tuaj. Ju keni vendimin për të marrë drejtën tuaj të jetës. Dhe unë vetëm i them këtë, ndihma ime është të mund të përdoret për të ndihmuar me ushqyerjen, me aktivitetin e përshtatur, me gjumin, me menaxhimin e stresit, me metoda plotësuese bimore dhe suplementare për të mbështetur organizmin dhe nuk vendos unë të ndikoj dhe s'kam ndikuar tek asnjë person. Kështu që atij personit nuk mund t'i them vendos unë për ty apo t'i jap një mendim. Absolutisht, deri tani nuk kam bërë një gjë të tillë. Pra kam qenë shumë i kujdesshëm që gjë. Por ama unë e suportoj nëse do ndihmën time te ushqyerja, tek aktiviteti të tjera. Qofse ai ka hequr dorë, kemi shumë njerëz të cilët, sidomos në moshë të madhe, 70-80 vjeç, mjekësia nuk i ka marrë përsipër ku kanë qenë në stade të avancuar të tumoreve, sepse nuk kanë pas rezultat ndërhyrja dhe dëmtimi nga ndërhyrja kimioterapie ka qenë shumë e rëndë tek këta persona. Atëherë këta persona kanë marrë shumë kur janë afruar, kanë qenë vetë të zgjedhur, nuk kanë, pra ata kanë dëshiruar të bëjnë kimio, por nuk kanë pas mundësi. Dhe në fund fare, jetësia e tyre ka qenë voxhare më e madhe se si ishte menduar. Se ishte menduar për disa muaj dhe kanë shtyr dhe vite në këtë rast. Kështu që
ka pas raste të tilla, sa duhesh po. Për të ndalur në rastin specifik, duke qenë se ju preket si temë, cili ka qenë rasti që nuk e hiqni kurrë nga mendja, pra që erdhi si një rast që ndoshta mjekët i kishin thënë me ditë mund të jetoni ose me orë, por ndërkohë e tej kaloi dhe arriti të gëzonte një shëndet plot. Nuk mund të them shëndet plot, por një gjatësi më të madhe nga që kanë planifikuar. Kanë qenë disa, po them një bur i vjetër, ku nipi vet që i thonte gjyshi, ka qenë pasur një tumor zore në moshë 83 vjeçare dhe doktorët i rekomanduan, me që ai kishte probleme me zemrën, me kolesterolin, me aritmin, me probleme me diabetin, mos e operonin dhe mos bënin kimio, as mos e operonin. Kështu që ata u ballafaquan midis tjerave të punë. Në planin që ne bëm, edhe pse me vështirësi, sepse të mbushësh mendjen një 83 vjeçari të ndryshoj komplet regjimin ushqimor, ai që mësuar me tjera gjëra, sos po ndryshon do të rinjve, jo më të një personi që është 80 vjeç, të ndryshoj gjithë rutinën e ditës është e vështirë. Por nipi dhe nëna e tij, pra vajza e gjyshit, po themi, punuan jashtëzakonisht fort që e bindën. Dhe ai person ka shtyrë më shumë se sa 3 vite e gjys, me këtë sëmundje, në një moment caktuar në një përmirësim shumë të lartë, dhe pas një farë kohe krijoi një lloj regresi, sepse i la të gjitha ato parime që ne kishim biseduar, aq kishte mundësi të ndiqte, u kthye prapë në origjinën e vet. Por në fund fare ka pasur një vdekje shumë të lehtë dhe shumë natyrale, madje ka vdekur në gjumë. Por që e ka kaluar më shumë se 3 vjet e gjysmë gjithë të pasoj. Kam pas raste të një 86 vjeçari me leucemi, i cili shtyu tej normativat e asaj që ishte menduar. Apo të një gruaje e cila ishte me problemet e kancerit limfatik nga Kosova, që e cila i tejkaloi të tëra objektivat që kishin menduar mjekët për të në të ardhmen, edhe përsëri sot jeton dhe vazhdon jetën e saj. Pra, kam pas raste të tilla, të cilat mjekësia në një farë mënyrë edhe është tërhequr, pra i kanë thënë që nuk kemi çfarë të bëjmë në të rast, është i moshë tillë, mundoni me një kujdes paliativ, po themi. Pra me një kujdes thjesht për të qetësuar dhimbjet. Por që personat ja kanë dalë. Ka dhe raste të tjera plotë të sëmundjeve të tjera. Dhe një pyetje të fundit, zoti Joka, nëse do të jepni një këshill për gjithë shqiptarët për të jetuar më gjatë, cila do të ishte? Mund të themi mos prisni të sëmureni që të filloni të kujdeseni për trupin tuaj. E dyta, mos kërkoni ilaçe magjike, sepse nuk ka ilaçe magjike, me një pilulë, me një kapsulë, me një çaj, ju të krijoni magji dhe të krijoni si kërkojnë përgjithësi njerëzit në për informacione. Me jepni gjë për të kuruar të, nuk ekziston një gjë e tillë. Pa për të korrigjuar një gjë të tillë, të gjithë çka ke ndodhur te ty, nuk mundet. Ushqeni trupin tuaj me respekt, keni çik respekt për trupin tuaj. Jepini respekt duke lëvizur. Ruaj paqen mendore. Mbaj pranë njerëzit që do. Mundohu të lëvizë sa më shumë dhe ha ushqim të vërtetë. Flini mjaftueshëm. Largoni nga duhani dhe nga alkooli, kontrolloni her pas here shëndetin tuaj, bëni her pas here jo shpesh analiza të fiksojeni, mos u trëngni nga një sëmundje para se të merrni një vendim. Gjithmonë qetësoni, sepse shpesh ka mjek që ju nxitoj të merrni vendime të gabuar nga trembja që ju keni, nga ajo që ju ndodhi, por qetësoni një herë, analizoni, merrni 2 deri në 3 opinione dhe pastaj të vendosni. Mos u bëni pacient vetëm kur të sëmureni. Bëhuni kujdestar të trupit tuaj çdo ditë. Në fund këshilla ime do ishte: jeto në mënyrë të tillë që trupi yt mos jetë pengesa e ëndrave tua, por mjeti që të çon drejt tyre. Qartë. Zoti Joka, shumë faleminderit që ishit me ne në këtë intervistë. Faleminderit shumë për çdo këshill. Shpresoj që absolutisht, besoj që kemi arritur qëllimin. Shpresoj dhe unë, sado pak do e mirënjohës. Unë fare të gjithë jemi sa udhëtar në këtë jetë, nuk kemi askush, kështu që shpresoj me kaq mendime të vogla dhe mund të themi të thjeshta, kemi realizuar diçka dhe të shërbejë dhe publikut. Faleminderit, shpresoj shumë. Dhe Zoti ju ruaj gjithë. Faleminderit shumë zoti Joka. Woo!